Ka përfunduar në Korçë Olimpiada Matematikore 19 Ballkanike Studentore, organizuar për herë të parë në Shqipëri nga Shoqata e Matematikës në Europën Juglindore. Në këtë olimpiadë kanë marrë pjesë 111 student nga 27 universitete nga Shqipëria, Greqia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Rumania dhe Turkmenistani. Për Ardian Naço, kryetari i Shoqatës Shqiptare të Matematikës, organizimi i kësaj olimpiade nuk ka qenë lehtë për shumë arsye, por e rëndësishme është që ja kanë dalë. I pyetur për nivelin e studentëve shqiptarë në këtë olimpiadë, ai tha se ka nevojë për pjesëmarrje të vazhdueshme në nivele të tilla. Studentët vinë nga vendet e Ballkanit, jemi 11 vende zyrtare që jemi të inkuadruar në një shoqatë Evropës Juglindore, janë 11 shtete, dhe njëkohësisht janë edhe shumë studentë që vinë nga vendet e tjera, sidomos nga vendet e Azisë Qendrore dhe Azisë Largët, siç është edhe Turkmenistani. Ne do duhet që të fillojmë dhe njëkohësisht të ndërgjegjësojmë jo vetëm studentët, po dhe stafin akademik dhe njëkohësisht dhe komunitetin ton, që të fillojmë një rrugë e cila nuk është kaq e lehtë, është e vështirë, por ne mbështesim këtë dhe bëjmë një fillim të parë. Një nga studentët ekselent nga Turkmenistani tregon se është habitur me nivelin e studentëve shqiptar në këtë fushë. Vi nga Antalya, për mua është hera e parë që vi në Shqipëri, ndërsa në olimpiadat të tilla kanë marrë pjesë disa herë. Më bën përshtypje mikpritje që na është ofruar dhe zgjuarësia të rinjve shqiptar dhe jo vetëm. Këtu ka të rinj nga e gjithë Europa, pothuajse, por matematika na është thënë se në Shqipëri nuk ka shumë zhvillim, ndërsa vetë të rinjt janë premtues për këtë fushë. Besoj se do të vi përsëri në vendin tuaj për turizëm këtë herë. Mbrëm në teatrin Andon Zako Çajupi është organizuar ceremonia e shpërndarjes medaljeve për studentët më të mirë në këtë olimpiadë. Ajo çfarë bën të përshtypje është fakti se asnjë student shqiptar nuk është vlerësuar me medalje.